Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zije ndahet nga jeta në moshë të re aktoria e njohur e serialeve. Aktoria e njohur Kelly Lee Curtis, motra e madhe e fituese së çmimit Oscar Jamie Curtis, ka ndëruar jetë në moshën 69 vjeçare. Lajmin e hidhur e bëri të ditur vetë Jamie përmes një postimi prekës në rrjetet sociale. Sipas aktores 67 vjeçare, Kelly u nda nga jeta paqësisht në shtëpinë e saj në Kaliforni, e rrethuar nga natyra që e donte shumë. Shkaku i vdekjes nuk është bërë ende publik. Në mesazhin e saj, Jamie e përshkroi motrën si miken e saj të parë dhe bashkëudhtaren më të besuar të jetës. Ajo kujtoi se Kelly ishte jashtëzakonisht e bukur, një aktore talentuar dhe një grua me karakter të fortë, e njohur për bujarinë, kuriozitetin e pafund dhe dashurinë për familjen. Kelly Curtis ishte vajza e madhe e aktorëve legjendar Tony dhe Janet Curtis. Ajo lindi në Santa Monica të Kalifornisë dhe u shfaq për herë të parë në ekran në filmin The Viking. Më vonë, ajo luajti për krah motrës së saj në filmin Trading Places dhe pati role në disa seriale të njohura televizive gjatë viteve 80 dhe 90. Përveç karrierës si aktore, Kelly punoi edhe si asistente e Jamie Curtis në disa projekte filmike. Ajo la pas bashkëshortin e saj Scott Murphy dhe një familje që e kujton me dashuri dhe respekt. Mesazhi i fundit i Jamie për motrën e saj përfundonte me bekimin hungarez: Istem veled, Zoti qoftë me ty.